E para është të shikojmë burimin e kësaj frike. Kush është? Dhe në momentin kur e kuptojmë, mendoj se japim fund kësaj frike. Zoti i Madhnuar përmend se roli i shejtanit, i djallit mallkuar, përballë njeriu është vetëm këtë drejtim, të fut frikën. Ai nuk ka asnjë mundësi tjetër dhe nuk ka asnjë çështje tjetër tek njeriu për ta shmangë nga rruga, përse ta frikson. Sikur që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku njeriu vendos, për shembull, nga thellësia e shpirtit, të jetë solidar dhe të jep sadaka dhe lëmosh, detyra e shejtanit është që ta frikson se me këtë e varfron buxhetin shtëpiak. Me këtë i lën fëmijët e tu të varfër. Do të thotë ai nuk ka mundësi ta ndal dorën, nuk ka mundësi ta marr pasurinë këtë çështje Zoti s'e ka mundsuar. Do të thotë çështja ti vetëm është që të bën cytje me karakter friksues tek njeriu që ta shmon nga rruga e Zotit. Dhe kur ne e kuptojmë se burimi i kësaj frike është armiku jon i cili kur nuk na ka dashur mirën, besoj se nuk do t'i përgjigjemi pozitivisht kësaj frike, por negativisht, nga se e dim se nuk është reale. Nuk mund të jetë këshilla e armikut ajo që na e don të mirën. Kur? Përsa Zoti na thret ka ajo që është e mira. Dhe mendoj se burimi i kësaj frike është ai që nuk na don të mirën, prandaj edhe duhet që ta flakim këtë frikë dhe mos ta kthejmë kokën në atë anë.